Bashkimi Evropian dhe vendet e Ballkanit Perëndimor ndajnë më shumë se sa hapësirën kontinentale, ato ndajnë vlerat, interesat dhe mundësitë. Ky është mesazhi One Song, One Europe, një shtrirje fuqishme kulturore me këngëtar, artistë si dhe instrumentistë nga 12 vende të Unionit si dhe të Eastern Balkan. Yeah. And then një cikël përmbyllës zhvilluar në zemër të Shkupit, ky projekt synoi të nxjerrë në pah qëndrimin si unik për përfaqësuesit të shteteve të ndryshme. Kjo pjesëmarrje është më shumë se sa interpretim, është një patent dhe vërtetim se Europa dhe Ballkani Perëndimor rrënjën e kanë të njëjtë, pa ndasi gjeografike. I also, played this kind of music also in Slovenia. So I was really, why not? This project it's like a combination of everything from classical to folk music. So it's really great opportunity to be here. Për mua është një mënyrë e mirë për me prezantu vendin. Në rrafshin, me i thonë kështu kombëtar, por në personal është një përvojë e mirë me dhënë edhe një kontribut për bashkëpunimin që ndodh mes Evropës edhe shteteve të Ballkanit. It's a special occasion and I'm very proud to be part of this music idea actually. I think it's fantastic to connect with those people. All of them are excellent musicians from the region and from abroad, and we are united with this idea to be together with Ode of Joy. I think it's a fantastic message that we are sending to the region. Ode of Joy ushtri në 2 ditë të paharrueshme që do të shërbejnë si një vulë për brezat e rinj.